SBA do të hedhë në treg 172 milion fuqi naftë nga rezervat e tyre strategjike të naftës në një përpjekje për të ulur çmimet e naftës janë rritur ndjeshëm për shkak të tronditjeve të furnizimit nga lufta SBA-Izrael kundër Iranit. Sekretari amerikan i energjisë Chris Wright tha se vendimi është pjesë e një iniciative tjetër më të gjerë për 400 milion fuqi naftë për të cilën u ra dakord nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë me 32 vende më herët gjatë ditës. Wright tha se hedhja në treg do të fillojë javën tjetër dhe do të duan rreth 120 ditë për të dorëzuar. SBA dhe Izraeli filluan sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt. Irani është përgjigjur me sulmet e veta ndaj Izraelit dhe vendeve të gjirit me baza amerikane. Duke rritur rreziqet për ekonominë globale, trupat e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit thanë se do të bllokonin dërgesat e naftës nga gjiri nëse sulmet e SBA-s dhe Izraelit nuk ndalen. Lufta ka ndërronditur tregjet në të gjithë botën. Kur u pyet më herët nëse po shërtonte pragun për rezervën strategjike të naftës, presidenti Donald Trump tha se Washingtoni do ta ulë të pak. Shtetet e Bashkuara kanë arritur marrëveshje për të zëvendësuar këto rezerva strategjike me afërsisht 200 milion fuqi brenda vitit të ardhshëm, tha sekretari amerikan i energjisë në një deklaratë.